Benita afrohet tek Toni me një qëndrim serioz, sikur ka diçka shumë të rëndësishme për t'i thënë. Ajo e tërheq paksa mënjan, larg të tjerëve, dhe me një ton që përpiqet ta mbajë të ulët, fillon t'i flas. Toni, dëgjoj pak, i thot ajo, duke tundur kokën me një farë shqetësimi të shtirur. Ti duhet të kesh shumë kujdes. Bia nuk është vajzë e mirë siç mendon ti, ajo është vajzë e përdal, Toni, dhe po të them këtë për të mirën tënde. Nuk dua të shoh të ngatërohesh me dikë që s'ka as karakter e as respekt për veten. Benita vazhdon të flas me një ton që përzihet mes thashëthemeve dhe dramatizimin. Ajo nuk është siç paraqitet. Ajo vetëm shtiret dhe ti po e beson. Por unë e njoh më mirë. Ajo nuk të sjell asgjë të mirë. Mos u mashtro. Toni e dëgjon me qetësi, pa i ndërprer fjalët. Ai e shikon drejt në sy, me një shprehje që nuk lë të kuptohet as nervozizëm e as befasi, vetëm një lloj sigurie të thellë. Kur Benita mbaron, ai thjesht merr frym thellë dhe i përgjigjet qetësisht, Benita. Nuk më intereson çfarë thua për Bian, i thot ai. Unë e njoh vet, flas me të çdo ditë, e shoh si sillet, si mendon dhe si ndihet. Nuk kam nevojë për thashëtheme. Mua më intereson ajo që shoh vet, jo ajo që më thot dikush tjetër. Benita mbetet për një moment të hutuar, sepse priste që Toni të ndikohesh ose të paktën të tregonte dyshim. Por ai qëndron i qetë, i bindur në atë që mendon. Ajo mund të jetë çfarë të duash ti, vazhdon Toni, por kjo nuk më ndryshon gjë. Unë e kam zgjedhur vetë të jem pranë saj. Nuk kam nevojë për paralajmërime. Benita e kupton se fjalët e saj nuk po bëjnë asnjë efekt. Ajo shikon nga larg Bian, pastaj Tonin, dhe fytyra e saj tërhiqet në një shprehje të pakënaqur, sikur e gjithë përpjekja e saj dështoi. Toni thjesht largohet ngadalë, duke lënë Benitën pas, e cila qëndron ende aty, e irrituar që ai nuk u ndikua fare nga fjalët e saj.